Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit tim Rrëfi me Jete. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtë herë nga një ambient tjetër, për të ndarë dhe për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush një lajm sa të bukur, aq edhe të dhimbshëm. Polici, i cili humbi jetën në detyrë për të ndjekur një vagabond i cili kishte bërë probleme të pamëshirshme në qytetin e tij, na tregoi që para një kohe, konkretisht para 2 vitesh, kishte humbur edhe gjën më të çmuar të tij, kishte humbur vëllaun e tij. Gjën më të shenjtë. Vëllau është dhurata e Zotit. Vëllau po i njëjti kishte punuar polic, kishte ndar jetën e tij në polici. Ajo që në fakt mua më së shumti më dhimbti në këtë mes ishte fakti që edhe sa shqiptar duhet ta japin jetën e tyre, që ky vend të mbushet me mend dhe që ai shtet të jetë shtet funksional. Ajo nënë e cila atë ditë e pam edhe nëpër video, i diqte shpirti për djalin e dytë që e fuste në dhe, sepse djalin e parë e kishte futur në dhe. Do me thënë, 2 djemë të cilat i kishte lënë të ja kishte marrë Zoti në mënyra më të dhimbshme, në mënyra të tmerrshme, që vetëm shpirti i asaj nëne, vetëm zemra e asaj nëne ta shpjegoj atë dhimbje që ajo e ka brenda. Unë gjithmonë kam treguar që shqiptarët janë populli begat, unë gjithmonë kam treguar që shqiptarët janë populli më i bukur në botë. Do të thoni pse? Kompania Golden Eagle në krye me zotëri Shaqirin, në ditën e vdekjes policit në detyrë në Shqipëri, bëri një dhurat për këtë familje. Unë e di që ato 10.000 euro nuk do t'ja lehtësojnë dhimbjen kësaj nëne, sepse nëna nuk mund të haroj djalin. Nëna do të shkojë në universin tjetër me dhimbjen e të birit, do të shkojë në universin tjetër me pikëllimin në zemër. Por sa e bukur kjo lëvizje, sa gjesti madh kjo gjë, ku zotri Shaqiri ka menduar që me këtë shumë, që unë jam shumë i bindur që nuk është vetëm kjo shuma, por këtë jam shumë i bindur, sepse e njoh shumë mirë dhe e di se sa është në gjendje që të ndihmoj, dhe e di se sa është në gjendje që të bëj mirë, dhe e di se sa është në gjendje që të qëndroj shqiptarëve afër. Dhe unë jam shumë i bindur që kjo familje, sa do pak ato fëmijë tim që kanë mbetur, të lehtësojnë ato ditët e para pa babain e tyre. Unë dua ta falenderoj zotëri Shaqirin, jo më kote bëra këtë video, për t'i thënë faleminderit që u gjinde shqiptarëve pranë në momente që unë e di që ti nuk dëshiron që ti jesh pjesë e këtyre momenteve, sepse është momenti më i tmerrshëm që mund ta kalon një familje. Faleminderit që sa do pak rehatove këtë nën të shkret. Faleminderit që sa do pak i jep mbështetje kësaj nënës që të paktën për ato jetim të mos ketë gajle, të mos ketë stres dhe të mos mendoj 2 herë. Unë e kam komentuar këtë rastin 2 ditë më herët dhe pyetja që unë kam bërë është kjo. Edhe sa polic duhet të bien dëshmor të kombit që shteti shqiptar të jetë një shtet në të vërtet funksional, që shteti shqiptar të ngritet në këmbë dhe shteti shqiptar të veprojë vërtet, sepse kjo nën e humbi të birin, kjo nën e humbi dritën e syve, ato fëmijë humbën babain, një baba i cili luftonte për shtetin në të cilin ishte betuar që do ta mbron atë shtet. Një baba që vrapoi për të zënë një vagabond i cili në kompromis me shtetin, në lojë me shtetin,
i bënte të gjitha krimet në Shqipëri, sepse ne nuk mund të themi që një vagabond nuk qënë ka i lidhur me shtetin, nuk veproka me shtetin. Përkundrazi, vagabondët janë vetë shteti që i bëjnë të gjitha krimet e mundshme për interesat e tyre. Sinqerisht më vjen shumë keq dhe dua ta falenderoj zotërin Shaqirin dhe kompaninë Golden Eagle, fondacionin Golden Eagle, që gjithmonë bëjnë vepra që u qëndrojnë shqiptarëve afër në ditët më të vështira të tyre, në ditët më të rënda të tyre, në ditët më të sikletshme të tyre. Çfarë do të kisha thënë unë për këtë djalë? Mesazhi im drejt këtij djalit, por edhe drejt policëve, është ky që sado që të doni të kapni një vagabond, të merrni një vagabond, gjithmonë kiheni përpara veten e juaj, njeriun e juaj, se nesër askush nuk do të përgjigjet për ju. Nesër ju do të jeni ato të cilët do të lërni fëmijët tuaj jetim dhe askush nuk do të interesohet për ato fëmijë. Andaj unë shpreh ngushëllimet edhe njerë të sinqerta për familjen e efektivit të rënë tashmë dëshmor, dhe dua të falenderoj sinqerisht zotërin Shaqirin, i cili bëri këtë vepër që është një vepër shumë unike, është një vepër shumë e veçantë që duhet vlerësuar, duhet duar trokitur, sepse vetëm kështu mundemi të tregojmë që ne jemi pranë shqiptarëve, që në ditë të këtilla nuk duam t'i dhurojmë këto lekë, ne duam t'i dhurojmë në ditë të mira, po shqyqyr që i dhuroj në këto ditë. Sinqerisht, kur e pash atë video, atë nënë e cila 2 herë ka hapur dhimbjen e saj, atë nënë e cila 2 herë ka jetuar dhimbjen e saj, më besoni se jam prekur pafund, më besoni se jam lënduar pafund, sepse të 2 djemt i kishte polic, njëri i vdiq nga leuqemia, tjetrin ja vran në detyrë. Imagjinoni sa të rëndë ka ajo nën, t'i sheh të 2 palë fëmijët, të 2 djemve, jetim në shtëpi, pa baba, vetë në një mosh e pat edhe vetë, që realisht është e rëndë për ta përballuar, për ta jetuar dhe për gjithçka tjetër. Edhe njëherë dua të falenderoj shumë kompaninë Golden Eagle, e cila gjithmonë ka ditur të bëj vepra të këtilla në momente kur shqiptarët kanë patur nevojë për njëri tjetrin, shqiptarët kanë patur nevojë për t'i dhënë mbështetjen, bekimin dhe dashurinë e merituar njëri tjetrit. Dhe për këtë gjë sinqerisht jam shumë i lumtur që ekziston një zotëri Shaqir, ekziston një kompani Golden Eagle që gjithmonë edhe në momentet më të vështira ditë ju dhuroj shqiptarëve tanë shpresë, sepse në momentet e rënda arma më e madhe në jetë është të dhurosh shpresën tek njerëzit ku shpresa është thyer. Dhe në këtë rast, zotëri Shaqiri diti të dhuroj shpresën në këtë familje të begat shqiptare. Dhe për këtë gjë jam pafund mirënjohës, por edhe i thyer.